Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka miratuar ankesën e listës serbe duke detyruar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të përfshijë këtë subjekt në shpalljen e rezultateve për zgjedhjet parlamentare të parakohshme të 28 dhjetorit. Në vendimin e tij, PZAP e cilëson të pajustifikuar dhe në kundërshtim me dispozitat ligjore përjashtimin e listës serbe nga rezultatet, duke theksuar si një veprim i tillë bie ndesh me standardet e Komisionit të Venecias. Sipas panelit, shpallja e rezultatit përfundimtar duhet të bëhet vetëm pasi të përfundojë numërimi dhe rinumërimi për të gjitha subjektet politike dhe duhet të përfshijë të gjithë pjesëmarrësit në garë pa përjashtim. Çdo shpallje e pjesëshme theksohet në vendim, cënon barazin me subjekteve zgjedhore, sigurinë juridike dhe transparencën e procesit. Lista serbe dorëzoi ankesën me dy shkurt, duke cilësuar vendimin e KQZ si të palishëm dhe diskriminues. Më 31 janar, komisioni kishte miratuar lista të kandidatëve të gjithë partive përveç këtij subjekti. Në votim 3 antar votuan pro përjashtim, 2 kundër, ndërsa pjesa tjetër abstenuan. Vendimi i KQZ-s u kritikua edhe nga partnerët ndërkombëtar, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, të cilët kërkuan respektimin e standardeve demokratike dhe ligjore të procesit zgjedhor.